Shtetet e Bashkuara po përballen me një nga valët më të forta të motit dimror të këtij sezoni, e cila ka shtrirë ndikimin nga Teksasi deri në Ançelinë e Re. Rreshtet intensive të borës, temperaturat nën zero dhe fenomenet e rrezikshme si shiu i ngrirë dhe breshëri kanë krijuar situata emergjente në 10 shtete, duke vënë në vështirësi shërbimet publike dhe autoritetet lokale. Bilanci paraprak flet për të paktën 11 viktima, disa prej tyre të cilëve si pasojë e hipotermisë, ndërsa raste të tjera lidhen me aksidente rrugore dhe kushte ekstreme atmosferike. Veçanërisht të goditur janë shtetet e jugu dhe qendresës së vendit, ku infrastruktura nuk është përgatitur për temperatura kaq të ulta, duke bërë situatën më të rrezikshme për banorët. Probleme të mëdha janë shënuar edhe në furnizimin me energji elektrike, me mbi 800 familje që kanë mbetur pa dritë për orë të tëra. Paralelisht, transporti ajror është goditur rënd në më shumë se 11.000 fluturime të anuluara, ndërsa mijëra pasagjerë kanë mbetur të bllokuar në aeroport. Në rrugë janë regjistruar qindra aksidente për shkak të ngritave të dukshmërisë së ulët, sidomos në Virginia dhe Kentucky, ku autoritetet kanë bërë thirrje për kufizime dhe lëvizje. Pothuajse gjysma e shteteve kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa shkollat në të gjithë vendin kanë pezulluar mësimin në pritje të përmirësimit të kushteve atmosferike. Sipas parashikimeve, stuhia pritet të zgjasë dhe disa ditë dhe të brek rreth 180 milion banor, duke u shndruar këtë situatë në një nga emergjencat më të mëdha dimrore të viteve të fundit në SBA.